vjeçën. Ka një debat shumë të madh që kush i paguan kostot e veprimit të administratës publike. Pse ti paguajnë ata që po na shikojnë, ti paguajnë ata që i shkaktojnë. Nëse do t'i referohemi kodit procedurës penale, kryerja e veprimeve që shkaktojnë dëm, kryerja e veprimeve papërgjegjshme përpara drejtësisë tani në është atributi i atij që ka kryer veprimin dhe jo i zyrës, jo i institucionit. Po, i drejtorit, i drejtuesit projektit. Pse s'merren organet kompetente me këtë gjë për shembull? E ka denoncuar njëri këtë gjë? Dhe për shembull, dhe çështja është një organizatë ose ti Enrico që e ke bërë këtë studim. E ke denoncuar këtë gjë? Unë e kam denoncuar disa herë këtë gjë. Çështja nuk qëndron tek elementi i kostos në aspektin civil. Ajtë se po këthejmë lekët mbrapsh. Nuk i dim fare kostot. Kjo është çështje penale. Kjo është abuzim me paratë e buxhetit shtetit. Kjo është abuzim me taksat që paguajmë. Do të thënë, shqetësimin tënd ku e ke referuar, ku e ke drejtuar? E ke çuar në SPAK për shembull këtë gjë ti? Po ku na pret SPAK-un ne? Këtë çështje mund ta marrin ai prokurori qyteti rreth. Edhe cila ka qenë përgjigjja e prokurorisë? Se jam kurioze. Ka pasur edhe raste? Ka patur raste. Problemi është me prokurorinë në Shqipëri, po t'i referohemi kodit procedurës penale, ka një nen shumë bukur, që thot, prokurori ka të drejtë ta filloj çështjen, ose të mos e filloj fare. Ta filloj çështjen edhe pa patur indicje nga ndonjë qytetar. Në përgjithësi që e fillon po. Në përgjithësi. Cili është ai prokuror në Shqipëri që ka filluar një çështje penale kryesisht? Çado qoftë çështja penale. Cila do qoftë çështja penale? Dhe mezi po mbarojnë ato që i çojmë me denoncime. Jo këtë, jo për këtë çështje, po në përgjithësi një çështje penale. Po pse më Enrico ku ti dim se parat e shqiptarëve u burr tani edhe ti tani mos kujto se janë gjithë si punoj ode puna ime. Tani puna ashtu.